Edhe me Zotin që ashtu. Sa ma tepër i bindemi, sa ma tepër i nështrojemi, e fuqizojmë përkatësinë e qenërit, ai është Zoti, ne i mirë. Dhe kjo është pozicioni më i këndshëm, më i miri i mundshëm. Ky është pozicioni që të bën kënar, nga se të nderuar të pranishëm vëllezër dhe motra. Në momentin kur lëvizim nga pozicioni i të qenë robi Allahut, do t'jemi robi dikujt. Pa tjetër t'jemi robi dikujt. Sikur që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, robi dinarit, e robi dirhemit, e robi i arit, e robi argjendit, robi teshës, robi pamjes, robi dukjes, robi pëlqimeve, robi përshtypjeve të njerëzve. Sot janë bërë njerëzit rob të shumë zotë në fatkeqësisht. I ka robnuar për shembull përshtypja e njerëzve. Gjithçka bën që të kenë përshtypje në dukjen e vet. Gjithçka bën që të kenë përshtypje në, për shembull, të folën e tij e kështu me radhë. Rob, apo dhe disponimi i tij dhe lumturia e tij varet nga përshtypja që vjen nga publiku. Robi i tyre është ky. E kështu me radhë. Ndërsa kur lëvizën nga pozicioni i të qenë robi Allahut, edhe nënçmosh, edhe përbuzësh, edhe poshtmosh. Pozicioni i vetëm që garanton lumturi, kënaqësi, kur nuk zgënjesh dhe gjithmonë mbetesh krenar dhe nëpërsi është, ti je robi Allahut xhel xhelalu. Është kanari me kon robi i Zotit te barekuta. Robi Allahut i gjithfuqishmit, i gjithmëshirshmit. Andaj para sa bukur është kur sheh për shembull çka Allah ka kriju thush me ka i thush Zoti jam këta ka bërë. Ose për shembull sheh si ka kriju Allahu xhallahu ora foshtin sa bukur, apo çka do qoftë nga veprat e Allahu xhallahu ora, dihesh kënar, thush Zoti jam e ka bërë. Nga se ndim përkatësimet e ki lidhje me Allahun xhallahu ora, është i joti dhe ti. Po jo në rrafshën e domosdoshëm, të dhunshëm apo detyrueshëm ose mabut, por mbi bazën e qenë vullnetshëm robi Allahut të zot. Andaj agjerojmë vullnetshëm Allahut i nështrojmë për ta fuqizuar përkatësinë e lidhjes me Allahun xhallahu ala. Ai është Zoti e ne jemi rob të Allahut te barekuta.